Të nderuar, u rikthyem në studio me personalitetin e ditës për sot. Do të flasim sot për politikë dhe jo vetëm. Do të mësojmë më shumë rreth veprimtarisë dhe biografisë së personalitetit të ftuar në emisionin tonë. Ai është i lindur në Kumanov, i shkolluar jashtë vendit, politikan i mirënjohur në vendin tonë, mban postë të lartë në qeveri. Nder dhe privilegj që sot të na nderojnë në emisionin tonë për të folur për biografinë e tij, për politikë dhe jo vetëm, zëvendës kryeministri për qeverisje të mirë, zotri Arben Fetaj. Përshëndetje, zoti Fetaj, mirë se na erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, është kënaqësi të jem në studion tuaj. Deri jashtë imi. Kënaqësia është e jona që keni ardhur sot në emisionin tonë. Të flasim në lidhje me postin tuaj fillimisht. Të ndjeni si përgjegjësi, si nder, si privilegj? Jo, është përgjegjësi. Aty nuk ka as nder, as privilegj, realisht në politikë. As më tepër, në konfigurimin që e kishim para zgjedhjeve të fundit parlamentare, unë vendosa të marr përgjegjësi kur më kërku që të zhvendosem, të kthehem përsëri në vendin tonë. Politikën nuk e shoh asesi si privilegj. Natyrisht është privilegj të bartësh pozitë të lartë, siç është kjo e imja, e zëvendës kryeministrit, por mbi gjitha është përgjegjësi që e marrim para votuesit, para qytetarit, edhe para institucioneve të vendit dhe duhet të shihet ashtu politika, në fund ditës duhet të japim llogari dhe duhet të dëshmojmë që i kemi kryer ato zotime për të cilat kemi ardhur në ato pozicione, duhet të dëshmojmë se ndryshimin të cilin e kemi premtuar është ndryshim të cilin e presin qytetarët, është ndryshim që bën dallimin në jetën e përditshme të qytetarëve, në përmirësimin e gjendjes së përgjithshme të institucioneve, e kështu me radhë, dhe të matemi kur të vija fati i ardhshëm zgjedhor dhe të shohim a kemi performuar në nivel të pritshmërive të qytetarëve apo jo, sepse ndryshe nuk ka logjik. Sigurisht. Ne kemi si tradicionale në emisionet tona, flasim fillimisht pak për biografinë dhe veprimtarinë e personaliteteve të ftuar. I lindur thash në Kumanov, vazhduat shkollimin jashtë vendit. Përmenda më herët politikan i mirënjohur i vendit ton, por të mësojmë pak më shumë rreth biografisë tuaj. Mund të na jepni një letër njoftim të shkurtër? Po shkurtimisht, familja ime u largua nga Kumanova kur unë isha 8 vjeçar. Pas ngjarjeve të Kumanovës, protestave, pas mbylljes së paraleleve në gjuhën shqipe, babën e kisha arsimtar. Axhallarët po ashtu ishin të përfshirë në protestat e viteve 87-80 dhe pas asaj, 2 prej axhallarëve vuajtën dënim me burr, baba u përjashtua nga vendi i punës dhe përballej po ashtu me rreziqe të njëjta dhe duke qenë që ai kishte jetuar në Bruksel në vitet 70 si student i gjuhës frënge, vendosi të marrë valigjet dhe të ecë për në Belgjik në vitin 89, dhe disa muaj pas, unë dhe nëna, si dhe 2 motra dhe vllau, vazhduam për në Belgjik, ju bashkangjitëm atje, dhe nga shtatori vitit 89, kam jetuar në Belgjik, ku kam vazhduar natyrisht shkollimin fillor, për shkollën e mesme, fakultetin, magjistraturën, në Universitetin e Brukselit, shkenca politike dhe pastaj një master në studime evropiane, dhe pas asaj, fakt, në përfundim e sipër të masterit, mu dha një mundësi që të vi në Prishtinë, pra në vitin 2004, për një stazh në Parlamentin Evropian, në kuadër të një projekti të Bashkimit Evropian dhe të Parlamentit Belgjikës, dhe vendosa ta shfrytëzoj këtë mundësi që mu ofrua dhe qëndrova në Prishtinë për gati 5 vite, në ato vitet para pavarësisë, 2004-2009 dhe me njëherë pas pavarësisë, ku kam pas rastin të punoj aty me organizata ndërkombëtare si UNDP, Bashkimi Evropian dhe projekte të ndryshme të donatorëve, por çdo herë në shërbim të institucioneve të reja të asaj kohe të Kosovës, pra në legjislaturën e parë të Kuvenit të Kosovës dhe në legjislaturën e dytë, edhe kur u shpall pavarësia e Kosovës, unë isha atëherë këshilltar i jashtëm në zyrën e kryeministrit të Kosovës, dhe në vitin 2009 vendosa, vlerësova se u përmbyll një cikël pas 5 viteve në Kosovë dhe u ktheva pranë familjes, pranë prindërve në Belgjik, ku vazhdova me angazhime fillimisht në Parlamentin Evropian, po pastaj me përsëri me organizata ndërkombëtare, Fondacionin Bill e Melinda Gates, ku kam punuar në programe zhvillimore në shumë shtete të Afrikës, shumë shtete të Azisë dhe në lindjet mesme dhe Kaukaz, për shumë vite me radhë. Krahas kësaj isha i angazhuar politikisht në lëvizjen vetvendosje, prej fillimit, pra në kohën sa jetoja në Kosovë, mbadi me ato protestet e vitit 2000, 2007, 2006 e kështu me radhë, ku kam qenë edhe unë aty pjesëmarrës.
dhe pas kthimin në Belgjik, strukturova lëvizjen vetëvendosje në Belgjik, Luksemburg, Holand, dhe erdhi një moment interesant në vitin 2016-17, në fakt, kur Aleanca për Shqiptarët atë kohë LRPDSH u etablua si opsioni më i fuqishëm opozitar. Kam luajtur një farë roli ndërmjetësimi midis lidershipit të vetëvendosjes dhe atij të LRPDSH-s në atë kohë. Dhe në vitin 2007 më duket kalova në LRPDSH me që vlerësova që duke qenë nga Maqedonia e Veriut, këtu mund t'jap një kontribut në që është më i dobishëm, po edhe më interesant personalisht, se sa të fokusohem, në Kosovë, dhe ju dedikova tërësisht lëvizjes për reforma në atë kohë, pastaj Aleanca për Shqiptarët nga Kongresi i vitit 2017, ku kam patur rolet ndryshme, si shef departamenti, për punë të jashtme, për BE, antar kuvendi, shef kabineti kryetarit, sekretari jashtëm dhe krejnë fund kryetari kuvendit të partisë, deri në zhvillimet e fundit. Gjatë zgjedhjeve të fundit parlamentare, isha dhe shefi fushatës, Arben Taravarit, si kandidat për president, dhe pas këtyre zgjedhjeve, ku unë personalisht kam luajtur një rol jo pak transition background për të siguruar që Aleanca për Shqiptarët i bashkangjitet koalicionit Vlen atë kohë për të bërë Vlenin. Unë besoj që aty kam patur një rol tejet të rëndësishëm, si në ato lëvizje që u bën atëherë brenda Aleancës për Shqiptarët dhe ndarjes nga Zia Dincela, ashtu edhe në afrimin me vetëvendosjen edhe me Lenin e asaj kohe. Dhe me njëherë pas zgjedhjeve, Arben Taravari mori në telefon dhe tha, duhesh të marrësh tash përgjegjësi, ja ke këtë pozit, që është pozit e Aleancës për Shqiptarët, zëvendës kryeministër i qeverisë së Maqedonisë së Veriut, dhe thonë vërtet, unë i thash, kjo është gabim, thash ti duhesh të jesh zëvendës kryeministër, se nuk ka logjik që unë t'jem më lartë se ti në protokollin e shtetit, e s'ka lidhje, pranoj, shohim e bëjmë, dhe pas një kohë, 2-3 javë, duket vendosa që të pranoj këtë sfidë dhe të zhvendosëm sërish në Maqedoninë e Veriut për të dhënë kontribut në jetësimin e atij ndryshimi që kemi dëshiruar, shpresuar, por edhe premtuar për shumë vite si opozitë. Megjithatë që folët për karrierën tuaj edhe bashkëpunimet e juaja politike, si ndjeheni tani që nuk jeni bashkë në rrugtimin tuaj politik së bashku me zotri Arben Taravarin dhe zotri Zia Dincelën? Shifni, njerëzit dhe veçanërisht liderët e partive politike, organizatave, cilat do qoftë ato, bartin përgjegjësi për veprimet që i bëjnë. Ata edhe mund të gabojnë, dhe këta dy që i përmendet, tani më shumë e qartë se kanë gabuar, nuk kanë gabuar pak, kanë gabuar shumë rënd. I pari, Zia Dincela, që u largua dhe shkoj te BDI, e shihni si ka përfunduar tash, në këto zgjedhje lokale, edhe pse në zgjedhjet parlamentare arriti disi t'i marrë disa mandate deputetësh, tash kur doli me kandidatura partijake për komuna, i humbit që të gjitha ato që i ishin ofruar nga BDI. Edhe Arben Taravari duket se do e ketë të njëjtin fat, 2 i ka humbur në rreth të parë dhe 2 tjera do i humb besoj në përsëritjen e zgjedhjeve që do kemi për komunën e Vrapçishit dhe Gostivarit. Do e vlerësoj që kur merr kësi vendime thellësisht të gabuara, thellësisht në shpërputhje edhe me tërë historinë tënde politike, po edhe me misionin, me bindjen e subjektit dhe antarësisë të cilën ti e përfaqëson, duhet të japësh llogari dhe të nxjerrësh konkluzionet që imponohen në situata të tilla. Dhe tani një pyetje që shumë shpesh u është parashtruar kohëve të fundit, a ja vlen që të jetë në politik një personalitet dhe në anën tjetër të mos bashkëpunojë ose kushtimisht të hidhrohet me bashkëpunëtorët e ngushtë që i ka pasur në politik? Partitë politike janë organizata, mbi të gjitha. Unë mi shoh si organizata dhe realisht partitë politike janë organizata ndër më të fuqishmet që ekzistojnë. Partitë politike mund bëjnë ndryshim që asnjë lloj organizate tjetër nuk e ka as mundësinë, as kapacitetin ta bëjë, sepse ato e ushtrojnë pushtetin në fund ditës. Prandaj edhe duhet t'i shohim si organizata dhe jo si klube private, jo si klube miqësh që bëjnë
matematika, pazare, ashtu si u amërmendja, por si organizata ku duhet ketë llogaridhënie, ku duhet ketë transparencë, po edhe ku duhet ketë përgjegjësi kur gabohet. Kështu që unë nuk i shoh raportet në brenda një partije politike si raporte ndërmjet shokëve. Neve partitë politike na bëjnë shok. Në momentin që ndahen rrugët, shpeshherë ndodh që një ish shok shumë i afërt mund bëhet kundërshtari më i ashpër që mund ta kesh. Këto e shohim, domethënë thuajse në çdo parti politike në vendin tonë ku ka pas ndarje të lloj-llojshme, ku ish shokët më të afërt bëhen kundërshtarët më të mëdhenj, por kjo fatmirësisht në Aleancën për Shqiptarët, në zhvillimet e fundit me Blenin, nuk ka ndodhur, nuk kemi ndruar asnjë fjalë të keqe me asnjërin prej shokëve tonë që kanë ngelur ande, ata pak njerëz që kanë vendosur të shkojnë me VDI-n, besoj që nuk ka ngelur asnjë hatërmbetje në nivelin personal dhe se çdo herë ka hapësirë për dialog, për të ulur bashkë, për diskutuar bashkë dhe për bashkëpunuar bashkë në të ardhmen. Të rikthehemi pak të flasim për fëmijërinë tuaj. Si kujtoni fëmijërinë tuaj? Cilat janë kujtimet që do kishit dashur t'i ndani me publikun në Kumanov sigurisht, të kumanovarës quhen për njerëz shumë të dashur dhe shumë mikpritës? Po sigurisht që fëmijëria ndahet në dy pjesë. Domethënë është pjesa e fëmijërisë së ardhshme, që është fëmijëri e lumtur, pa gajle, ku nuk e kupton si fëmijë dhe nuk t'intereson funditës e çka ndodh, domethënë jashtë rrethit ngusht familjar dhe shkollor, po natyrisht ne si fëmijë të lindur dhe të rritur në vitet 80-ta kemi përjetuar edhe një periudhë goxha të dhimbshme, domethënë ku ke pas presion të jashtëzakonshëm politik nga sistemi komunist ndaj shqiptarëve, ku ke pas shtypjet hatashme. Unë një nga kujtimet e para që i mbajnë mend është se, për shembull, motrat dhe vllau im, kur kanë lindur, babai ka patur probleme edhe për t'ia zgjedhur emrin. Ka patur edhe lista të emrave të ndaluar shqiptar nga sistemi komunist. Përmenda edhe periudhën e viteve 87-88, mbylljen e paraleleve në gjuhën shqipe, diferencimin e arsimtarëve shqiptarë dhe të shqiptarëve në tërësi në sistemin shtetëror, ku edhe si fëmijë në 7-8 vjeçar ti përballësh drejt për drejtin familje në farefis me padrejtësinë, me shtypjen, me diferencimin, me burgosjen, torturën e kështu me radhë. Dhe unë i mbaj mend këto kujtime ku fillon të ndërjetësohesh i fëmijë, fillon të shkosh në shkollë dhe kalon kohën duke shikuar lajme në televizion që sot fatmirësisht fëmijët tanë 8 vjeçar, 10 vjeçar nuk i shohin lajmet dhe është shumë mirë që nuk i shohin lajmet dhe kanë gajle të fëmijëve, të lotrave e kështu me radhë, që realisht ashtu duhet të kalohet fëmijëria, ndërsa natyrisht pjesa tjetër është ajo periudha pak e dhimbshme në nivelin personal, ku shpërngulesh prej, fillimisht shpërngulet babai, po shpërngulet tër familja pastaj për në Belgjik, nga një anë gëzim që po i bashkangjitesh prindit, po në anën tjetër shumë sigurisht mërzi që e le të gjithë familjen, pjesën tjetër të familjes në vendlinje dhe shkëputesh për disa vite. Realisht, dhe natyrisht një periudhë tranzicioni, ku përballesh me një vend krejt tjetër, një shoqëri krejt tjetër, ku nuk e flet asnjë fjalë thuajse të atij vendi dhe duhet të adaptohesh shumë shpejt, por fatmirësisht fëmijët në atë moshë janë si sfungjer, fithin çdo gjë dhe për disa muaj është që e ke mësuar edhe gjuhën e vendit, po edhe se ke ecur dhe ke zënë hapin krahasim me nxënësit tjerë, dhe sigurisht një fëmijë e lumtur edhe në Belgjik me rreth shoqëror, shkollor, sportiv, jam marrë me futboll, me shumë aktivitete sportive dhe kam pas një rini shumë aktive në mund si njeri, dhe sigurisht një fëmijëri dhe një adoleshencë shumë e lumtur. Megjithatë, do më intereson të fakti që përmendet më herët që keni shkuar në Belgjik, qysh në moshë të re, cila ishte arsyeja e kthimit pastaj në vendlindje, të kontribuoni për shoqërinë, ndoshta përmes politikës apo? Po, sigurisht, unë e thash, me njerë pas studimeve, më ka qenë vendimi imi që të kthehem nëse jo në Maqedoninë, në Kosovë, të cilën unë e shoh njësoj, nuk shoh dhe një dallim
midis neve dhe shqiptarëve të Kosovës, jemi një brum, jemi një popull, një këmbë, dhe e kam djerë vetën si në shpinë time atje, njësoj sikur këtu. Lidhja sigurisht që prindrit na e kanë bajtur në vazhdimësi me vendlinjën, na ka bërë të ndjehemi pjesë njësoj e kësaj shoqërie dhe e këtij vendi, pavarësisht faktit se jetonim jashtë. Unë kam kaluar po çdo vit 3-4 muaj brenda vitit thujse gati në Maqedoni dhe në Kosovë, dhe nuk jam ndjer asnjëherë i shkëputur. Tash ka ardhur një moment për shkak të këtij angazhimi politik që kam patur për gati një dekadë, nëse janë një dekadë në Maqedoni 8 vite spaku, kuadrat aleancës për shqiptarët, që kur vjen momenti i ndryshimit, natyrisht e thash duhesh të marrësh përgjegjësi dhe duke qenë po një ndër kuadrat kryesore të partisë, kam vendosur të marr këtë përgjegjësi dhe të vi të jap kontributin tim, sepse më është kërkuar nga shokët, po nga ish kryetari e kështu me radhë, dhe funditës nga njeriu nuk mjafton që të ketë vetëm fjalë nga opozita, të shaje, të kritikon, po duhesh të marrësh përgjegjësinë, të veprosh, të dëshmosh se je më i mirë se sa ata që i ke kritikuar për vite me radhë. Pikërisht shumë e bukur kjo pjesë. Keni studiuar apo diplomuar për shkolla politike në Belgjik. Si ka qenë jeta juaj studentore jashtë vendit? Po në shumë mirë, atje kam qenë realisht si në shtëpinë time realisht, atje kam pasur shtëpinë edhe familjen, prindrit e kështu me radhë. Pjesën e parë studime, 2 vitet e para, kam studiuar në Universitetin e Liezhës, ku kam udhëtuar çdo ditë, se kam qenë shumë afër me veturë, ndërsa pjesën tjetër kam vazhduar në Bruksel, 4 vite tjera, deri në master, dhe atëherë më zgdash jetoj të marr studio banes në Bruksel, dhe të lëviz kështu, si studentët, që lëvizin gjatë javës në vendin ku studiojnë, vikend në shtëpi, periudhë shumë e mirë studentore, sigurisht, po nuk është që unë kam shkuar për studiuar, po kam qenë atje dhe kam zgjedhur universitetet mbrana vendit ku kam jetuar në bazë të interesave. Ambicie për politik, keni pasur tysh në moshë të re, dhe çfarë paraqet politika për juve? E thash, kjo gjenerate jona e lindur në fillim të 80-ave, jemi përballë me politikën. Ne kemi lindur në periudhën e trazirave të vitit 81 në Kosovë, dhe jemi përballë në vazhdimësi me këtë, me politikën, deshe. Po unë kam një krejt koshjente, kam zgjedhur studioj shkenca politike, sepse më ka interesu kjo pjesë. Pjesa e publikës, e qeverisjes, e menaxhimit të institucioneve, më ka interesuar qysh në shkollën e mesme, dhe s'krejt natyrshëm disi jam orientuar nga kjo pjesë, po ashtu për pjesën e masterit në studimin politika evropiane, edhe kjo ka qenë një interes imi personal për bashkimin evropian, për projektin evropian tërësi, dhe bukurinë e këtij projekti, si projekti më i madh i paqes dhe i zhvillimit në botë. Dhe natyrshëm nga këto pastaj rrjedh edhe rrugtimi, ku jam angazhuar në parti politike, kam bërë punë në shumë fushata, programe, platforma e kështu me radhë, dhe politika është mënyrë për shërbyer. Politika është mënyrë për të përmirësuar jetën e qytetarëve, për përmirësuar infrastrukturën dhe çdo gjë realisht. Asnjë gjë nuk bëhet pa politikën, sektori privat për shembull është shumë i fuqishëm natyrisht, punëson njerëz e kështu me radhë, po sektori privat pa publikën nuk funksionon, pa shtetin nuk funksionon, kështu që politika e shohun është mënyra më e mirë për të shërbyer, për të përmirësuar gjendjen e përgjithshme në një shoqëri, në një shtet edhe më gjerë, madje. Kur jemi tek të rinjët, sot sa ju jepet hapësirë të rinjeve që të merren me politikë? E kam fjalën për të marrë vendime në politikë, për të dëgjuar mendimin e tyre, dhe jo vetëm për çështje pak gjitjen e flejerave. Unë besoj që të rinjtë kanë hapësirë, sidomos në kuadër të koalicionit Vlen, dhe në subjektin tim, unë më thonë në mënyrë përsëri krejt koshjente, ju jap hapësirë sa më shumë që mundet të rive, sepse janë edhe më dinamik, po nga njëherë edhe na sfidojnë ma tepër në disa gjëra, e dim që rinia është ajo forca revolucionare që e nxit çdo shoqëri të ecë përpara, dhe se duhet t'u jepet hapësirë. Kemi një rini që realisht është
e mrekullueshme në aspekt të hapjes ndaj botës, po të arsimit krahasuar ndoshta me gjeneratat më të hershme, dhe duhet të shfrytëzojmë sepse kjo është një ndër fuqitë kryesore që i kemi si shoqëri. Kemi një shoqëri në përgjithësi shumë të re, po edhe një rini që është shumë dinamike, e mirë arsimuar dhe që mundet me dhënë një kontribut të madh në zhvillimin e matutjeshëm të shoqërisë dhe vendit tonë. Jam munduar unë personalisht maksimalisht të jap hapësirë në për kabinete, në për institucione, kam disa tri që janë temëruar drejtor apo zëvendës drejtor, dhe i njëjta vlen edhe për shumë parti tjera të koalicionit vlen. Këtu në Tetova po më duket bartësi i listës për këshilltar komunal është Albin, një djalë shumë i ri. Realisht po një djalë që e ka dëshmuar veten në PR-in e koalicionit vlen dhe me punën e pandalshme që e ka bërë disa cikle zgjedhore tashmë. Po unë kam një Yllka Nuredini nga Dibra për shembull, që është realisht një ndër motorët e koalicionit vlen në pjesën e PR-it, në pjesën e fushatës, shtabit e kështu me radhë, dhe unë besoj që realisht kjo është receta e suksesit, kur i ke trit e kyçur, aktiv, ata janë edhe dinamik, po edhe më inovativ, po edhe kanë njerë më sfidues se sa gjeneratat që nështë janë më të pjekura. Por ju keni pasur përkrahje gjatë rrugtimit tuaj politik, qoftë përkrahje nga familja, qoftë përkrahje nga institucionet asoj kohe? Po, sigurisht, më familja, prindrit pas një dilemë, prej fillimit karierës, kur kam vendosur të shpërngulem në Prishtinë, për të vazhduar më te, edhe pse për prindrit, sidomos për nënën, kjo ka qenë pak e dhimbshme, se kam ikur si 23 vjeçar, më kanë përkrahur pas një rezervë dhe madje më kanë inkurajuar që të vazhdoj matutje me karierë ndërkombëtare. Dhe natyrisht në kuadër subjekteve politike kam patur përkrahjen çdo herë të leadershipit, si i ri, po pastaj edhe tash në periudhën e fundit, dhe kjo është një gjë e mirë realisht. Dhe sigurisht do i kishi porositur që të rinjët të merren me politikë? Po patjetër, të rinjt na duhen, me duhe mos e kemi me duhe mos edhe t'i dëgjojmë, po edhe t'i përfshijmë, po edhe t'ju japim obligime konkrete, përgjegjësi t'ju japim konkretisht, në mënyrë që të kenë mundësinë po edhe të rritën, dal nga dal, dhe të kemi një gjenerat që është më e përgatitur, që një më mirë institucionet, që një më mirë raportën ndërinstitucionale, mënyrën e punës e kështu me radhë, dhe kësaj të arrijmë të një gjenerat që ndoshta është më e mirë se kjo gjenerata në cilën jemi ne. Unë vlerësoj që e kemi me patjetër, si subjekte politike, që të krijojmë hapësirën të rive, që edhe të dëshmojnë vetëm, po edhe të pjekën dhe të faktikisht krijojnë atë përvojë që është e domosdoshme për të qenë nesër leadershipi i ardhshëm i shqiptarëve dhe i partive politike në vend. Sa po kaluam, zoti Fetaj, nga zgjedhjet lokale, si vlerësoni zgjedhjet lokale? I prisnit këto rezultate në bazë të koalicionit vlen, flasim? Po këto zgjedhje lokale, besoj, ishin historike. Ishin historike sepse pas gati një çerek shekulli u përmbys një parti politike e cila kishte kontroll total, si në nivelin qendror ashtu edhe në nivelin lokal. Kjo ndodhi dhe kemi ditur se ndodh sepse për herë të parë BDI garonte nga opozita në zgjedhjet komunale, dhe unë vlerësoj që ata bën shumë gabime, përfshirë edhe këtë fushatën tensionuese, polarizuese, që mire gjoja me çështje të mëdha, duke na akuzuar neve për deshqiptarizim të institucioneve, defaktorizim të shqiptarëve. Kështu me radhë që ishin një propagandë shumë e ulët, se kur përballën akuzat e tyre me argumentet, me realitetin në terren, e shet që këto janë vetëm se spine, gënjeshtra, propaganda më e ulët që mund të ekziston, dhe se realiteti në institucione, realiteti në vend është krejt ndryshe. Në vendin tonë, e kemi thënë në vazhdimsi gjatë fushatës, edhe para fushatës, nuk ka ndodhur asgjë dramatike në vendin tonë, përveç se largimi i BDI-s nga pushteti, dhe realisht puna që e kemi bërë në 5-16 muajt e parë të qeverisjes në nivelin qendror, 100 miliona euro të investuara në komunat në mbar vendin, 82 milion euro të investuara në komunat shqiptare, 1/3 e të gjithë investimeve. Këtu në Tetove, dini, Bilal Kasami ka zbatuar diku mbi 60 projekte të financuara nga qeveria, dhe kjo është pasqyra realisht
thuajse në çdo komunë të vendit, e dëshmoj që ne kemi bërë punë konkrete dhe se shqiptarët shpërblejnë punëtorin krahas mashtruesit, propaganduesit, gënjeshtarit që kishim përballë në këto zgjedhje. Pra, në një farë mënyre, u shpërblye puna, u shpagua mundi jonë për këto 15 muaj qeverisje dhe ndryshimet që kemi bërë. Se unë flasë natyrisht për investimet që janë investime në nivel që nuk kanë ndodhur më përpara në vendin tonë përderisa BDI ka qenë në qeverisje, në komunat shqiptare, në pjesët shqiptare, sepse kemi përmendur dhe është me rëndësi të përmendur përsëri që vetëm në komunën e Çajirit janë investuar mbi 100 milion euro nga kjo qeveri në 15 muajt e parë për fshirë projektet infrastrukturore, po për fshirë kampusin e ri universitar të Universitetit Natë e Re, për fshirë platon e re apo sheshin e ri Skënderbeu, e kështu me radhë. Pra, për herë të parë është bërë një shpërndarje barazitare e financave qendrore në raportin Komuna Shqiptare, Komuna Maqedonie në mënyrë krejt jo diskriminuese, po edhe kemi rregulluar edhe shumë punë të cilat i kemi premtuar në kuadër të programit ton për zgjedhjet parlamentare, siç ishin ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, të cilin unë e kam ecur personalisht në nivel të qeverisë dhe kemi sjellur për një vit qeverisje, kemi miratuar projekt ligjin në qeveri dhe kemi tash në Komision të Venecias, ndërsa presim feedback nga Komisioni i Venecias, mendimet e tyre në fillim të dhjetorit, po kemi rregulluar statusin e medreses Isa Beu, kemi rregulluar çështjen e lojrave të fatit online, që nuk ekzistojnë më, nuk ka licenca të paligjshme siç kishte në të kaluarën, kemi mbyllur lojrat e fatit online, kemi sjellur tash edhe ligjin e ri për lojrat e fatit, dhe do ketë vlerësoj tash mos t'jap një numër, po në shkallën më të madhe, në pjesa më e madhe e kazinove e objekteve të lojrave të fatit do mbyllen në vendin tonë, sepse etablohet një distancë prej 500 metrash ndërmjet objekteve shkollore dhe çerdhave kështu me radhë dhe objekteve të lojrave të fatit, që me automatizëm do ndikoj në largimin e tyre nga qendrat e qyteteve tona, vendbanimeve tona dhe reduktimin e skajshëm të numrit të tyre. Ato do jenë tashmë të zhvendosura në zona periferike dhe besoj në numër shumë më të vogël se sa kemi sot. Ka dhe shumë gjëra që janë bërë, të cilat besoj që shqiptarët kanë ditur t'i vlerësojnë dhe kanë ditur edhe t'i shpërblejnë dhe të na japin mundësinë që këto punë të mira që i kemi bërë nga lart në një vit e gjysmë qeverisje, t'i vazhdojmë tani edhe në nivel të komunave me një mandat shumë më të fuqishëm politik, natyrisht sepse tani është ndërlidhur pushteti qendror me atë lokal dhe tani më vleni është përgjegjës thuajse për çdo gjë në nivel vendit në pjesën shqiptare dhe kemi mundësinë që ta dëshmojmë veten tash me punë konkrete që besoj nuk do mungojnë, po madje do përshpejtohen gjatë periudhës në vijim. Faleminderit për këtë elaborim. Të kalojmë tani në disa nga pyetjet ndoshta pak më personale. Përveç politikës, cili është pasioni juaj ndoshta dytësor ose sekondar? Unë e thash, unë kam qenë futboller deri në periudhën e fakultetit realisht. Futbollin kam pas pasion, ta shkohet fund nuk merrem edhe shumë, se natyrisht edhe mosha edhe koha janë problematike. Tash familja padyshim, ne kam 2 vajza të vogla, një 12 vjeçare, një 6 vjeçare dhe mundohem asa është e mundur të kushtojmë kohë, edhe pse në këtë periudhë ka qenë mjaft e vështirë, edhe për ato, po edhe për mua, edhe pse mungesa e ban vetën natyrisht. Po besoj që do kemi një periudhë më qetë tash pas vitit të ri dhe do kemi më tepër kohë të kushtojmë familjes. Për ta kompenzuar kohën. Cilat janë 3 vlera që përpiqeni t'i ndiqni çdo ditë? Pra 3 vlera të juaja personale që mundoheni t'i ndiqni çdo ditë. Po ka shumë vlera, tash t'i veçosh 3 nuk është e lehtë, po unë besoj që duhet besoj që përpiqem që në çdo kohë të jem korrekt ndaj njerëzve, që mos ketë hile në raportet ndërgjerësore, mundohem të jetë po ashtu i drejt për drejt, duhet besoj që jam tip i drejt për drejt dhe se kur e them një gjë, nuk dua të them diçka tjetër, nuk mundohem të mos lë
keq kuptime apo nën kuptime, sepse këto shpeshherë edhe pasojnë me hatërmbetje, astaj se ma tha kështu, po ndoshta mos mendoj kështu, që unë du t'jem i drejt për drejt dhe mundohem t'jem sa ma tepër i tillë, dhe ndoshta gjëja e tretë, natyrisht, aty është integriteti, është etika, ku gjatë tërë jetës sime, as nuk kam dashur t'i hi në hak as kujt, as nuk kam dashur as njëherë të përvesoj diçka që nuk është e imja, dhe kjo në politikë vlerësoj që është pjesa më e rëndësishme realisht. Unë nuk kam përvesuar një dëndime 1 cent. Për çdo cent që e kam, mund t'jap llogari dhe kam dhënë llogari edhe në Komisionin Antikorrupsion, si obligim që e kemi si zyrtar të embruar, dhe besoj që këto janë. Kur jemi te kjo çështje, përmendet pak më herët edhe vajzat e juaja, çfarë trashëgimie do të doni që të linit pas si njeri, pra në aspektin njerëzor, jo në aspektin monetar? Në aspektin njerëzor, unë besoj që roli i familjes është pikërisht të kjo ndërlidhet me pyetjen tuaj paraprak, domethënë te vlerat që i jep fëmijëve, se si i formson, sepse ta themi të vërtetën, fëmiu në moshtre formsohet mbi gjithë nga familja, natyrisht që shkolla e bën pjesën e vet, po vlerësoj që familja është ajo njësia bazë që të formson si njeri dhe përcakton se një farë mënyre si do jesh në të ardhmen, dhe që këto vlerat si ja di diskutojmë, mundohem që t'u kaloj, t'u përcjell vajzave të mia, dhe besoj që deri tash mirë ja kemi dalur, sepse rritën, domethënë, po në këtë frym, nuk e dojnë hilën, nuk e dojnë dallaverën, janë po ashtu drejt për drejta, edhe nuk përpiqen të mashtrojnë asnjë, po ka edhe shumë e shumë vlera tjera natyrisht që është puna. Puna është një ndër vlerat kryesore. Unë domethënë edhe këta kisha mund ta përmend, e kam pas një prind, po vjen nga një familje që karakterizohet në rrethin e Kumanovës si familje shumë punëtore, axhallarët mirën me biznese private, po edhe në gjeneratën paraprake njësoj ka qenë, dhe puna është besoj një ndër vlerat kryesore që duhet t'i kemi si njerëz edhe si shoqëri, sepse vetëm me punë arrihen gjërat. Mu vjen keq nga një në vendin tonë kur shoh që pranon thirrje, intervenime për të rregulluar provime nga studentët e fakultetit, të cilët dorëzojnë fleta të bardha dhe presin që në emër të dikujt të marrin një notë kaluese. Kjo është e turshme, kjo vjen sepse punën nuk e kemi ne si vlerë. Fatkeqësisht në përgjithësi si shoqëri ka një degradim po besoj në këto dekadat fundit, ku shpeshherë është shpërblyer mos puna dhe punëtori asnjëherë nuk e ka gjetë hapësirën që e ka merituar, sepse ka funksionuar sistemi po klientelizmi, po njoftësia e kështu me radhë, dhe faktikisht kemi arritur në një stad ku vlera si puna nuk e kanë vendin që duhet ta ketë në shoqëri, dhe ajo pastaj ndikon po edhe në vlera tjera si meritokracia e kështu me radhë, sepse jo çdo ai që është më i aftë dhe më punëtor ecë në vendin tonë, që është e kundërta e asaj që duhet synojmë. Unë me diskutuar në fillim, jam rritur, jam formsuar, dhe kam punuar për vite me radhë në Bruxelles, po me holandezë dhe kështu me radhë, në ato shoqëri që janë më të avancuara në Evropë, si që janë po shoqëri skandinave, kështu me radhë, meritokracia dhe puna janë vlerat bazë të shoqërisë, si që është edhe etika dhe integriteti, dhe unë besoj që këto vlerat duhet të përcaktojnë të ardhmen në vendin tonë, po në nivelin personal, se megjithatë këto gjëra fillojnë në nivelin personal, në nivelin familjar dhe pastaj rrezatojnë në tërë shoqërinë. Cila ishte porosia juaj për në fund si një personalitet i ngritur i shoqërisë tonë, çfarë do kishi porositur të rinjët edhe shoqërinë në përgjithësi? Për politikë dhe jo vetëm. Për politikë, në këtë pjesë e dia duhet t'jap mesazh politik, po unë besoj që në përgjithësi si shoqëri kemi hapësirë për të përmirësuar shumë gjëra. Natyrisht që kemi një të kaluar si vend, edhe si shoqëri që nuk ka qenë çdo herë e lehtë,
si shtet ish komunist, si shtet ku ka patur diktatur, si shtet që ka patur tranzicion demokratik, deri diku në vitet 90-ta. Besoj që, duket pak edhe banale, po duhet shohim nga modelet perëndimore. Duhet shohim nga ato shtete që e kanë dëshmuar veten, me punë, me rezultate, dhe jo vetëm të flasim për vlerat tilla, por t'i jetësojmë çdo ditë, të mundohemi t'japim më të mirën nga vetja, si në studime, ashtu edhe në punë, të rritun kisha dashur, dhe këtu ndoshta është pak përsëri edhe faji i shtetit dhe i politikës, t'i shoh që janë më të interesuar për të dëshmuar vetin në sektorin privat, dhe jo me doja mos të kërkoj një vend pune në administratën publike, sepse është krijuar përshtypja se aty e merr një rrogë, nuk kërkon askush punë, mund të kesh obligime edhe si me thon, obligime dhe angazhime tjera jashtë asaj. Unë shpeshherë edhe e them edhe me të rit, po edhe kështu si politikan, që e marr për shembull çka ka ndodhur në Kosovë, domethënë për pak vite realisht. Kosova e menjëherë pas luftës dhe Kosova e sotit e vitit 2025, ku të trit në Prishtinë kanë nga 2-3 angazhime në sektorin privat dhe askush nuk do të dëgjoj për punuar në sektorin publik. Një rini që flet rrjedhshëm gjuhën angleze, gjuhën gjermane, punon për kompani amerikane nga Prishtina e kështu me radhë. Edhe e njëjtën disa vende të rajonit, në vendin ton politika pak e ka bërë vetën dhe i ka instaluar një farë mentaliteti, një farë mendësie që e ka pamundsuar një farë mënyre iniciativën të trit, apo entrepreneurship që i thojnë anglosaksonët, ku të rrit disi ndjen për të akomoduar një vend pune diku në sektorin publik dhe ka që kam domethënë ambicën. Unë besoj që duhet, e thash, faja është e politika dhe të institucionet shtetërore, që nuk kanë bërë mjaftueshëm për të nxitë këtë iniciativë të trit dhe për të krijuar kushte tek ata për dëshmuar veten si ndërmarrës, po si staf profesional në kompani multinacionale e kështu me radhë, dhe duhet bëjmë shumë më tepër në këtë drejtim, besoj, për t'u dhënë trive mundësi për të ecur më shpejt, më mirë dhe për dëshmuar veten në vazhdim. Zoti Vetaj, faleminderit shumë. Jemi shumë njohës që ndat nga koha juaj për të na nderuar, ishte nder dhe kënaqësi biseda me juve. Kënaqësia ime, shumë faleminderit juve për ftesën. Faleminderit. Të nderuar shikues, dhe juve ju falenderoj për vëmendjen, duke ju uruar një fundjavë të bukur, bashkë mirupafshim.